Prezantohet në Qeti fjalori i krahasuar i të folmeve arbëreshe në kuadër të veprimtarisë së festës së Shëngjeshit në Qeti në Foggia në Itali. Do prezantohet një nga botimet më të rëndësishme në fushën e studimeve arbëreshe, fjalori i krahasuar i të folmeve arbëreshe të Casalvecchio dhe Chieuti, vepër e studiusit të njohur arbëresh profesor Mario Massaro. Ky botim i publikuar nga Qendra e Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët në dhjetor 2025 për bërë një kontribut të filluar në ruajtjen dhe dokumentimin e trashëgimisë gjuhësore arbëreshe, fillimisht botuar në vitin 2010 në gjuhën italiane. Fjalori përmban rreth 3500 zëra leksikografik dhe paraqitet si një fjalor krahasues dy drejtimesh arbërisht italisht. Vepra është pjesë e nën kolanës kryesore e thesorës, një projekt i botues i nisur nga QSPA në vitin 2020 me synim promovimin dhe ruajtjen e identitetit gjuhësor të kulturës arbëreshe.